Kur vendosi të shiste shtëpinë, bëri atë që bën çdo njeri i zgjuar. Pyeti inteligjencën artificiale. Përgjigja e thjesht nxirren në treg, por në cilin treg? Midis abazhurave prej konopit dhe ëndrave të thurura me grep, ai provoi të shiste edhe një apartament. Po për fat të keq, askush nuk kishte vend në rraf për një kat të tretë me hipotekë. Po shef, e shet me kleringë? Kam ja 200 kg tomate. Dhe pastaj kuptoi se kishte arritur fundin. Ose të paktën fundin e arsyes dhe vendosi të kërkonte mendimin e dikujt më neutral. Dhe për arsye që vetëm ai i di, përfundoi tek lamët. Ndaj para si të hajta pindë një kafsh, ose ta shkëmbej dikush me domate, besoja atë profesioniste.